njerëz ikin nga Kosova. Pyetja e ngjashme Dem Hasaj. Unë nuk mendoj që situata e djeshme ka qenë e rastësishme. Dhe kogja shumë ja i bindëm që kjo ka pas lidhshmëri me dy situata. E para situata ka qenë intervista e ish presidentit Thaçi me të rrik vëmendjen për shkak se e djen vetëvendosja dhe Albin Kurti që kur përmendet emri Thaçit. Se boni vetëvendosja ato prom. Po qysh se boni? Po se boni. Ata mërmenja aty me profesor që me hani nuk ka qenë Skënderaj edhe parë që ti dje para ti asoj dite para asoj dita. Kush e sulmoj e ka qenë ulur. Po a e kanë dëshmitar aty. Aty se kanë dëshmitar aty nuk kanë dëshmitar. Aty ka informata që ka ndodhur provokim, kogja i mirë. Edhe ka ardhur rasti. Tash unë nuk du me fol se unë nuk jam hetues. Policia ka me zbardh rastin, po provokimi ka ekzistuar. Dhe kjo është bëu me të rikë vëmendjen prej asaj, sepse e din që kur përmendet emri i Thaçit të elektoratit PDK-s vëllezët, edhe dyta mendoj po ashtu ka litçmëri edhe me akuzat që Vjosa Osmani filloi me i bënë drejtim te Albin Kurtit. Dhe me zhvendos vëmendjen nga këto dy situata ka ndodhur aja ekses. Tash dy palët kanë aty kanë rol. Se njëra provokon, tjetra vepron. Mirë, po nuk e ka besu kur vetëvendosja që një rast i tillë i djeshme mund me u kthy në kundërpesh ndaj vetëvendosjes. Ka menuar që shpejt e shpejt kryhet, sepse vetëvendosja jo pak ka bë provokimin fushat pikërisht në Drenicë dhe në Deçan. Edhe kjo ka bërë 100% me qëllim. Në me thonë vetëvendosja, shkon në Deçan, edhe i thot Ramush Haradinaj i vetë quajtur i komandant, i vetë quajtur i general. Por djetë, flasur për djetë. Po edhe kjo e djeshet, ka ndodhur provokime edhe ma herë në Drenicë. Madje vetëvendosja në fushat i provokon edhe bizneset, krejt tu i bë me qëllim, për me dhënë situatën. Po zakonisht i ka shku në favor, kësa herë nuk i shkoj në favor, sepse nëse shohim pak analizën edhe të komenteve, edhe të reagimeve në rrjetet sociale, kjo që ka ndodhur dje, edhe sot i ka shku në kundërshtim me atë që ka dhënë vetëvendosja. Pse? Po sepse ke po reagime. Se ka qenë plani vetëvendosjes, atëherë vjen që se kanë marrë mirë. Nëse thu që e ka inskenu vetëvendosja, i vjen që jo nuk tash inskenim. Jo nuk tash inskenim. Inskenimi është ka provoku, po. E ka provoku. Për të rreshë vëmendjen nga intervista. Jo, ajo është inskenim, sepse për me zhvendos opinionin tjetër ka. Para një javë nuk ka qenë me anin e Skënderajit dhe sa Milustofën Skënderaja? A s'ka mujt me ndodhë që kjo para një javë? Kush e ka kryer sulmin, Adem Has? Kush e ka kryer sulmin? Kush e ka kryer sulmin? Ja, ka rëndësi shumë kjo.